A dini ku jam? Jam me një Robinson të vetëm që gjeta në mes të detit, në zonën më të shkret të jugut Shqipërisë. Shiheni, ky është plazhi, një nga plazhet e Lukovës, që nuk arrihet dot nga me makinë, pra nuk ka rrugë. Oh, shihni dhit. Shihni dhit që po ecin në plazh, shihni. Janë dhit që vetëm dhit hyn, edhe kjo është pjesa e plazhit ku ka edhe një bunker të madh, dhe i vetmi person që gjeta këtu ishte një person nga Kosova që tha kam 12 vjet që e kam zbuluar këtë vend. 12 vjet. Ja dhe pjesa tjetër, ja dhe bunkeri. Ky është bunkeri. Ta shihni, ky ishte për të mbrojtur atë dheun, po me sa duket nuk erdhën fare as amerikanët, as italianët na pushtonin. Deti është kristal. Tani hajde më thuaj çik këtu nga i jem ose histori e bukur shumë. Ja të afrohet se ta bëjmë këtu intervistën se është më e bukur. Nga je? Jam nga Kosova. Po? Kosova qendrore. Nga Kosova qendrore çdo më thënë? Po, Kosova Malishev. Ma jep mua të të mbaj çik më afër. Okej, vetëm kështu. Aha. Vetëm kështu. Nga Malisheva. Po, afër Malishev si jam fshatar. Po? Po, zemrën e madh. Zemrën e madhe je fshatar, por çdo këtu sa vjet ke këtu? Viçë 12 vite. 12 vjet. Kaloj shumë mirë. 12 vjet këtu në Lukovë? Në Lukovë, se në Shqipëri nuk ka trev që se kam shkelur me këmbë. Po si e gjetë ti Lukovën para 12 vjetësh? Kush kërkon në gjën? Po ku çka ke kërku tjetër në Shqipëri? Unë fshatat e vjetra. Po? Më interesojnë shumë. I ke vizituar të gjitha? Unë vizituar të gjitha. Po ku jeton, në Kosovë apo në Zvicër? Unë jetoj në Zvicër dhe në Kosovë, në dy vende. Në Zvicër dhe në Kosovë, po? Edhe me se merresh? Në Kosovë kam studiu maqinerinë. Po? E kam integruar në arkitekturë në Zvicër. Po? Edhe kam jam punëmarrës, Çdo më thon punëmarrës? Punëmarrës merr punë për të tjerët edhe A merr dhe një kompani të vogël e kam. Aha, po në Zvicër e ke apo në Malishev? Në vetëm në Zvicër. Vetëm Zvicër. Po. Po çto këtu në Shqipëri ma shpjego pak këtë se. Shqipëria është më i mirë. Po i mirë si? Edhe pas nënës që s'e kam mo, e kam Shqipëri. Pas nënës si se ke mo ke Shqipërinë. Kur ka ardhur për herë të parë në Shqipëri? Për herë të parë kam ardhur 99-ën. 99-ën. Po. Nga Malisheva apo nga Zvicra? Jo, nga Zvicra, se jam qeverit në Zvicër. Aha, edhe? Kam brell botën me të vërtet për Rivierën Italian, Forteventure. E ke brell gjithë botën, ha? Kam brell shumë. Edhe në Maldive ke qenë? Kam qenë. Aha. Ka pëlqy kam shkuar. Edhe? Po më mirë se në Lukovë s'gjaj askund. Qa thua, Lukova më mirë se Maldivet? Lukova Edhe unë shumë mendoj që Lukova është më e bukur se Maldivet. Shiheni si është ujë, shiheni çik. Po kam qenë edhe në Bunec, po Buneci më çu. E pushtun Bunecin, ha? Jo, hidrocentralin prish pak qetësinë. Në fakt ai hidrocentrali që kanë bën Bunec, unë nuk e di si mund bëhet në një vend aq të bukur hidrocentral. Shive si është thellësia e detit. Po mirë, sa korri këtu? Sa kohë kalon? Tash rri 3 javë. Po? Pastaj nga besi shtatorit jam edhe 12 vjet në luanat e Italisë. Po ti e boke gjithë jetën pushime, lumë si ti? Po, jo pushime, po unë edhe punej gjatë pushimit. Marr kompjuter me vete edhe vizatoj gjëra. Kush është vendi më i bukur që ke vizituar në fillim në Shqipëri? Vendi më i bukur kam qenë në Spillej që më ka pëlqyer më parë. Spilleja Himarës. Spilleja atje që është jo Himar, por është afër Durrësit. Ti thun Kavaj. Po. Po, Spillej ka edhe këtu Spillej diku? Ka edhe këtu Spillej në Himar, themi të dyja, po Spillej kemi disane. Edhe pse Spilleja Kavajës ka pas pëlqyer më shumë, ha? Më ka pëlqyer në fillim kur ishte egër, kur kishte pisha dhe gjitha gjërat. Po pastaj? Pastaj vazhdova me tutje më ty. Ta zun Spillejn pastaj. Jo, e keni parasysh që ne po që në gjë duhet ta zem, fillon tani thot ka gjetur pjesën e Lukovës, po me siguri do ja zen. Tani ky plazhi i Lukovës, pse është kaq i shkret? Nuk vin dot makinat? Nuk është puna makinave, po është pak edhe ndje keq me thon, po kushtet janë. Se unë bisedoj edhe me shumë turistë që po ata mendojnë që nuk e di që jam shqiptar, flasin pak më ndryshe me ne. E qa thonë se ti po i flet si zviceran? Qa thonë? Ndje keq me thon, po më mirë s'po flas. Jo, thue se aman ti rregulloj. Ushqimi është problem, ha? Problem, jo. Shërbimi është numër 2. Ashtu, po pse? Edhe po shiqo, ne jemi të mësuar në një orë në perëndim i mbarojmë të gjitha. Po. Që nga porosia,
edhe deri në vatjen e vend pune, Po. mbaron brenda 1 orës. Po. Ndërsa këtu ka pizzeria ose gjëra që 40 minuta ti. Di që nuk ka klient shumë, po 40 minuta do marrë me të marrë porosina, ja? Kjo është, po për plerat që thonë turistët, po të më tush të vërtetën. Plehrat nuk i shkaktojnë me shqiptarët. Aha, Aty te Ullitën po, ka pas plehra shumë. Unë i kam pa Gjermanët edhe turistët që hudhin. edhe turistët gjermanë, Ata nuk i marrë, se ata shfrytëzojnë çdo vend bot paguhet për plehra, Po. ndërsa në Shqipëri është gratis të hudhësh, edhe si është gratis nuk është, se po të nuk është kapë, gratis, apo nuk kontrollon kërkush. edhe po i hodhe nuk ka problem, ë? Pa problem. Po sa vjeç ke ikë në Zvicër? Unë që nga 91 jam në Zvicër, më parë kam qenë në Gjermani, Po në Gjermani ku? në Hanover. Do të thënë pas ke shumë vite jashtë Unë Kosovë. kam shumë vite, kam shku në vizitë një herë, vetëm një herë si turist në Zvicër, më ka pëlqyer dhe kam nejtë. Shishi, shkove turist dhe nejte. Më pëlqej, ka natyrë të bukur Zvicra. Po këtu si e zbulove Lukovën para 12 vjetësh? Lukovën duke kërkuar, duke gjetur. Duke kërkuar, duke gjetur. Qa kërkove këtu? Fatbarësisht kam pas çdo herë për restaurant, Aha, edhe kam ikë edhe në për rrugë të këqija. edhe brite këtu. Kam zbulu Lukovën, kur edhe s'ka pas, edhe asfalt nuk ka pas, edhe rrym nuk ka pas në plazh. Me generatorë kanë bërë rrugë. Tani janë shtu lokalet, ë? Që në shtu lokalet, po edhe zhdukën lokalet. Pse? Se nuk ka klient. A s'ka klient kjo zonë? Po këtë vit me këtë çardhë ka pas shumë pa klient. Këtë vit ka pas më pak, edhe unë kam këtë përshtypje që këtë vit ka qenë që keq turizmi. Nuk e di pse kemi pas turizmin pak keq këtë vit, po ti je i sigurt që ka qenë shumë më pak se vitet e tjera. Po shqiptarët Kosovës ka shumë? Edhe shqiptarët Kosovës po frekontojnë më shumë Durrësin. Po pse? Pjesë. Nuk e di Shi si është deti këtu më. Ju pëlqen Rona më shumë, Po dhe të drejt kanë. se mendojnë që rëra shëron smundjet e rëub. Romantizmin. Dgjoj, da ecesh herë me padëll që të shoh tani nga kjark, prej ade, shef ta shohim çik. Nga Lukova. Të pi një birë elbare në këtu në Do shkosh të pish birë në Bunec. Po në Bunec. Ka ardhur nga Lukova andej, po shkon të pi birë në Bunec këtej. Ndërkohë këtu është plazhi më bosh që mund gjeni në Bregdetin e Shqipërisë në datën e sotme. Vitin e kaluar kanë menduar që s'kam lek të paguaj birë, thash do më jepni një birë, tha jo një po dy. Fatbarësisht jeni mikpris të mirë. Ashtu ë? Edhe pse s'kishe lekti. Unë kisha lek, po kisha këtu, ata nuk e dini që kam lek. Ti kishe vetë. kaloni bukur Hajde, qytet, miru pafshim. jetit mirë. Ja ku po Ciao. ikën shife tani nga Kosova, Zvicra, Hanovri, ka bredh gjithë botën, Maldivet, Rivierën Italiane. Tani u nis drejt Bunecit. Test mbar, miru pafshim. Shumë mirë pafshim. Miru pafshim. O, po ngrit. Ja, këta janë turistët e vërtet. Pastaj kemi nga ata turistët që ju bëhet me djerës këmisha linose dhe shqetësohen ata.